Përshëndetje të gjithë dhe mirë si vjen në kanalin tonë. Unë jam Eleni edhe motra ime është Stacy edhe bashkë kemi Stacy Rain Zylfo. Atëherë, ne për sot kishim menduar që kemi bërë një challenge super romantike në temë San Valentinit. Por, këtë ditë pse po e filloj vetëm, sepse Stacy është akoma në shkollë, është uarën të shtëpia, edhe pak të vi. Edhe kam një surprizë për Stacyn. Me thënë vërtetën, është një surprizë edhe për mua, sepse nuk e prisja dot. Kanë ardhur disa lule nga Amerika, sepse kam shikuar pak biletën se ishte shkruajtur, edhe ishin nga Amerika. Unë nuk di, po janë nga Bruno ose dikush tjetër. Por ju dini që Bruno ndodhet në Amerikë në këtë momente. Edhe do me shikuar erimin e Stacyt, sepse nuk di, po do jetë e lumtur, po jo, po do qaj, apo jo, se di. Tani, unë kam marrë nga shkolla jo, kështu që më bëj pak make-up, do lej pak fytyrën, do e laj pak, sepse ke shkolla, Stacy do ketë shumë mëri kur do vi nga shkolla. Sepse mami me babis janë këto në shtëpi në këtë moment, janë në një vend tjetër në Shqipëri për disa vizite mamit. Kështu është nga La Roche-Posay, ja kam treguar shumë herë edhe tek stories. Edhe kam vendosur shumë. Okej, kam vendosur kremin edhe tani. Ja vera edhe pak këtuar sepse kam vejtë shumë. Do vej pak nga kjo, nga Anastasia Beverly Hills. Zdi çfarë koloracioni është, s'ka që. Kështu. Okej. Edhe pak kështu. Okej. Wow, Stacy besoj që do shaj. Për mu do shaj, sepse Stacy për këto gjëra është shumë romantike Stacy. Këto gjërat i pëlqejnë mua fare. Nuk i duroj dot. M'jepin besdi. Ju do dini që kur ishe vogël tek shkolla, unë kur çunat isha te klasa e parë, kështu gjëra. Mi pshin ata në San Valentino, mi pshin çokollatat edhe disa bileta me shkruaj diçka, edhe unë çfarë bësha atëherë i mersha, hajsha çokollatën, por biletën ja bësha kështu para sytën, çak, edhe huqa tek bidoni ke patumja. Edhe kështë gjëra. Isha në vërtet shumë e keqe. Shumë e keqe, nuk desha asnjë. Vetëm mami me babi. As nonën, as tezet, asnjë fare. Vetëm mami me babin, edhe motra. Unë s'desha asnjë. Do ju tregoj lulet që kam pru. Janë disa tulipane. Edhe tulipanet, sepse Stacy do bëj me vërtet shumë filmentari. Nuk di, nuk se di me vërtet, po janë nga Bruno ose dikush tjetër. Sepse Stacy lulet preferuar të Stacy janë tulipane, kështu që edhe kur ishim bashkë Stacy me Bruno i çonte gjithmonë çdo herë tulipane. Edhe se di, se di fare, por më besoj që janë nga i, sepse s'ka dikush tjetër në Amerikë. Wow, jo, s'ka vejt shumë, okej. Jo bëj pak kështu, pak uniforme. Okej. Kam folë shumë, kam thënë edhe gjëra koti, se di. Guys, do dini që jam kështu, unë folë, por folë shumë, kur folë këtëm kot, disa herë. Por, s'ka rëndësi, unë jam kështu, edhe ju më doni sepse unë jam kështu. Okej, Stacy, ka edhe. Tani do i hap të herë.
Aspetta, stai insieme? Pse ke video? Gjatë kështu? Sepse kam një surprizë për ty. Atëherë, gjatë që fillon. Atëherë, është një surprizë apo një prank? Ja, një surprizë. Atëherë, Kam një surprizë. a mund t'ulem para nuk e di çfarë? Po. Okej. Ligja këto? Kam krejt. Shiko. Ti. Bë. Atëherë, unë kam një surprizë për ty. Përshëndetje të gjithëve, sepse Eleni besoj që ka filluar këtë video vetë edhe këtë herë. Po. Shpresoj që mos t'jetë një prank. Jo, s'është një prank. Atëherë, unë kam një surprizë për ty, ta kam thonë. Sot çfarë? Është shkam Valentinit. Okej. Edhe kur kam marrë nga shkolla, unë kam shikuar jashta nga dera disa lule për ty. Eleni, të rëgjurë së Elita, për mi ke dhuru ti. Jo, Stes, është një surprizë, s'është një prank. Edhe Po vetëm ti e di. Eleni, ti edhe mami edhe babi e dini. edhe dikush tjetër. Okej. Këto lule No. Është shkronja Brunos. se di, s'është një prank. S'është një prank. Më beso. No, Eleni, seriozisht? Ja. Atëherë, është një Pse ju të shajt? është një pak e cringe, sepse atëherë, unë shpesoj shumë se mos t'jetë një prank, por nuk besoj sepse kjo është për kjo shkronja i atij, që do të thonë ju e njihni. Edhe nuk e prisja dosh, për zotin shpesoj se mos t'jetë një prank. No, s'është një prank, ishte një surprizë edhe për mua, sepse Sepse edhe një tjetër e ka bërë kështu, sepse ne u kishim gjithmonë ndarë, por edhe pse u kishim ndarë, ishte si tek shtëpia gjithmonë njëjtën trëndafile. Mi kishte si pak më të bukura, le të themi kështu, por po, sepse s'jam tani nuk është kështu, por nuk e di, ndoshta s'di si ja ka bërë. Ata marrën telefon? Po, s'e di. Atëherë, e ka shkruajt në italisht. Atëherë, juve do dini se sot kanë shkuar në shkollë krejt e trishtur, sepse, domethënë, krejt goca, krejt vajza kishin krejt rëndafile, krejt lulet që e kishin pru, krejt... Po, edhe Stacey ti pëlqejnë këto gjëra. Po, unë shumë. Unë jam si mami, ndërsa ti edhe babi nuk i preferoni shumë kështu gjëra. Absolutisht jo. Atëherë, do të provoj ta përkthej në shqip. Ka shkruajt come si dice nonostante tutto, edhe pse, vabbè, do me thonë, edhe pse u kemi ndarë, gjithmonë lulet do t'i kesh gjithmonë. Në italisht është ka shkruajt, perché nonostante tutto i fiori ti arriveranno sempre, virgola, i nostri tulipani. E poi ka shkruajt Bruno, do me thonë, nuk është Bruno, por emrin e vetë. E nuk e di, jam shumë emocionuar, nuk e prisja dote. Dua shumë të marrë në telefon, por nuk e dim. Ti e dish se ishte... Jo, se disha fare, sepse... S'kishe lexuar. Jo. Ta kam lënë ty. Edhe nuk e prisja dot, nuk di çfarë do të marrë në telefon. No, nuk e di. Çfarë bëjmë? Më jep një këshill Eleni që... Se di. Ose tanto këtë video do e vej sot. Po. Atë video që kemi bërë nuk e di çfarë do bëjmë atë video, por do të publikoj këtë sot. Edhe sa të shikoni, më shkruani në komenta çfarë do të bëj për mendimin e juaj. Më jepni një mendim, ju lutem, se kështu o në live mund ta marrim telefon bashkë, jo. Por më një video ndoshta, tani do e menoj mirë. Azja, jam shumë e lumtur, sepse edhe... Je lumtur. Vabbè, ovvio, no? Però tani, do me thonë, ka vejt pak në konfuzione, pak rëmuj të mendja ime, tani nuk di çfarë do me bë ky, që nejse, po do të ketë edhe një comeback nga ona ti. Për mu jo. Qa për tani?
Pra, jo, me këto fjalë që ka shkruajtë, është tip më shumë një shenjë respekti, tipo Po, të dua forte, por s'dua moshje. trina bashkë. Po. Secondo me, për mendimin tim, kur do kthehet, ndoshta një comeback do t'jetë. Edhe unë sigurisht do t'ju jap çdo news që do kemi, edhe mezi po preshe kthehet në maj duket pak a shumë, edhe mezi po presë. Edhe jam shumë e lumtur. Edhe për zotin, ju betoj sot në shkollë kam qenë gjithmonë aty e trishur sepse ditështa Valentini ishte nga ormai 2 vite që e kalosha me ata edhe kishim gjithmonë dhurata, kështu lule, edhe nuk e di që u tipu ndisha pak keq, edhe me zbukurit këtë ditën. Tani do e mbyll këtë video sepse do editoj shpejtë se po shkon ora 3, edhe Adjo, faleminderit për këtë surprizë edhe pse nuk më ke bërë ti, por faleminderit që e ke regjistruar, sepse janë disa momente që comunque i mbajnë për kujtim. Vabbè, ka qenë një surprizë edhe për mua. Po, edhe një surprizë për ty, sepse edhe Leni është e lumtur për mua. Vabbè, si, për ty po. Tani do e mbyllim videon, besoj sepse do editoj, edhe shumë faleminderit Leni, siç të thash përpara. Faleminderit Bruno. Me këto, po, faleminderit Bruno kur të shikosh këtë video, ndoshta do të jemi kur dhe shikoj që do rrim bashk para disa vit, mbas disa vitesh. Quindi shumë faleminderit, faleminderit edhe juve që na mbështetni gjithmonë. Ju duam shumë, ju puti. Bëni një subscribe, një like, një follow në Instagram edhe në TikTok, keni një kompost tek Foboxi. Edhe për herë të parë ishte një video emocionuese edhe jo një prank. Ku kina ka për flosh edhe kështu gjëra. Edhe neve të shihemi të martën në orën 6:30. Bye.